Në këtë edicion do të ndiqni. Mesha Krishtlindjes mlodhi qindra besimtarë në kishën e Shëmpalit dhe Pjetrit. Një subjekt politik dhe deri në 10 kandidat për deputet mund të votojnë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sonte hap vyer dam fshat, vendi ku qetësia, natyra e tradita bëhen një. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Besimtarët katolik mbrëm kanë festuar Krishtlindjen në kishën e Shëmpjetrit të Shëmpalit në Gjakovë është mbajtur mesha kryesore. Pas festimit në shtëpi, besimtarët shkuan në kishë për të pranuar lutjet dhe bekimet nga krerët fetar që simbolizon kjo festë. Në kishën e Shëmpalit dhe Shëmpjetrit në Gjakovë është mbajtur mbrëmesha kryesore e Krishtlindjes. Qindra qytetarë u mblodhen për t'u lutur për paqe, dashuri dhe mirësi. Meshën e udhëheqi Padër Aleksandër Tanushi, i cili tha se Krishtlindja sjell paqe për të gjithë njerëzit dhe simbolizon bashkimin, vlerë kjo që duhet të jetë për mbar kombin shqiptar. Krishtlindja nuk është vetëm një kujtim historik, por mbi gjitha një thirrje për veprim. Nëse Zoti bëhet njeri për ne, edhe ne jemi të ftuar të bëhemi me njerëzor për njeri tjetër, me të afër e me dashur për njeri tjetër. Nëse ai dhuron vetën, edhe ne jemi të thirrur të dhurojmë kohën, faljen, dashninë dhe vëmendjen tonë. Padër Tanushi uroi të gjithë besimtarët e krishterë për festën e Krishtlindjes, duke theksuar se lutjet e tij janë që vendi ynë të ketë begati dhe arritje të mëdha në të ardhmen. Në këtë Krishtlindje të mos presim që bota të ndryshojë vetë, por ta fillojmë ndryshimin nga vetja jote. Të falim aty ku është e vështirë të falesh, të ngushëllojmë aty ku është dhimbje, e të japim shpresë aty ku është tërësia. Sepse çdo gjest dashurie është një copës Betlehemi në zemrën e botës sot. Pas përfundimit të meshës kryesore në oborrin e kishës, u mbajt edhe tradita e përveçshme e fishekzjarëve si një simbolik e mirë festive. Tradita mira vjeçare e buzmit dhe lamës në familjen e Ramaja nga fshati Qerem ruhet prej vitesh në festën e Krishtlindjes. Në këtë traditë, secili antar i familjes ka një detyrë dhe pastaj të gjithë bashkë shijojnë festën. Festa e Krishtlindjes është ndër më të rëndësishmet për besimtarët e krishterë. Kriger Ramaja nga fshati Qerem i Gjakovës Krishtlindjen e feston në një mënyrë tradicionale, për të cilën thotë se është e trashëguar që nga koha e ilirëve dhe njihet si buzmi bujar. Sa i përket buzmit bujar, është një ndërthurje në mes të krishtenizmit edhe paganizmit të ilirëve. Në kuadër të buzmit bujar është traditë e familjeve, sidomos familjeve tradicionale të mëdha, të cilat e kanë arritur me rujt. Ramaja tha se kjo traditë është ruajtur brez pas brezi dhe se festimi fillon që nga orët e mëngjesit, sipas zakoneve të vjetra që i kanë trashëguar ndër vite. Në mëngjes, natën e Krishtlindjeve, një zakonisht mashkulli më i fuqishëm i familjes, quhet herët mëngjes, shkon dhe merr një dru në mal dhe së bashku me ta i merr edhe 2 gëllinja, njëra gjinis femrore dhe njëra gjinis mashkullore, edhe i bën dhe i vendos me një pozicion i cili nuk shifet nga familjarët tjerë. Dhe në mbrëmje masnej zhvillohet tërë procedura. Ajo fillon domethënë me 2 drunjt do thotë që vendosen në zjarr, edhe gjatë hyrjes në brenda shtëpisë, thotë zakonisht me vjetra familjes e pyet me çka po vjen, se zakonisht aty i mban një zot i shtëpisë. Edhe ai thotë po vi me malle, me xhame, jemi me çika, me nuse e me bereqet. Do thotë që ata kanë pas si traditë që të sigurojnë se pori ushqimin e pastaj të sigurojnë do thotë edhe një mirëqenie pak më gjatë, domethënë i familjes shëndoshë kështu më radhë. Në fund, profesori Ramaja uroi të gjithë besimtarët e krishterë me rastin e festës së Krishtlindjes. Unë uroj të gjithëve
të keni paqë, shëndet, mirëqenje, dashuri më të madhe për njëri tjetrin, edhe sa më tepër të keni durim. Krishtlindja festohet në mbar botën dhe konsiderohet ndër festat më të rëndësishme për besimtarët katolik. Secili person me të drejtë vote, votimin e së dielës mund ta bëjë në vend votimin e caktuar. Valmir Elezi, zëdhënës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, përmes telefonit i ka pohuar mediumit tonë se votuesit mund të votojnë një subjekt politik dhe deri në 10 kandidat për deputet. Kanë mbetur edhe 3 ditë nga zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 28 dhjetor. Procesi i votimit në këto zgjedhje nuk do të ketë asnjë ndryshim dhe do të jetë i njëjtë ashtu si në zgjedhjet e kaluara për Kuvendin e Kosovës, që u mbajtën më 9 shkurt të këtij viti, sepse është ligj i njëjtë në fuqi. Kështu ka bërë të ditur në një përgjigje me shkrim, zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor, Valmir Elezi. Elezi tutje ka ndarë edhe detaje tjera se si duhet votuar, duke treguar mënyrën e plotësimit të fletë votimit, ku së pari në anën e majtë të fletë votimit, votuesi duhet të zgjedhë vetëm një subjekt politik, ndërkaq në anën e djathtë të fletë votimit, votuesi mund të zgjedhë deri në 10 kandidat për deputet të atij subjekti politik. Se i përket rasteve të evidentuara gjatë proceseve zgjedhore, të fletë votimeve të vlefshme dhe të pavlefshme, në rastet kur votuesi voton më shumë se një subjekt politik, fletë votimi shpallet i pavlefshëm. Po ashtu e njëjta vlen edhe kur votuesi voton vetëm kandidatët për deputet e jo subjektin politik. Ndërkaq kur votuesi voton vetëm një subjekt politik dhe më shumë se 10 kandidat, atëherë vota do t'i numërohet vetëm subjektit politik, por jo edhe kandidatëve. E në anën tjetër, nëse votuesi voton vetëm një subjekt politik dhe më pak se 10 kandidat, vota do t'i numërohet subjektit politik dhe atyre kandidatëve që ka votuar. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka njoftuar se qeveria do të ndajë nga 100 euro për të gjithë fëmijët dhe pensionistët me rastin e festave të fundvitit. Se se kanë pritur këtë vendim qytetarët, na njeh kronika në vazhdim. Qeveria e Kosovës në udhëheqjen e Albin Kurtit nga 29 dhjetori do të nisë shpërndarjen e shtesave për 100 eurosh për pensionistët dhe për fëmijët deri në 16 vjeç, një masë që synon për krajen e kategorive më të ndjeshme në kushtet e rritjes së çmimeve. Janë mirëseardhëna, si shtesat fëmijore nga 100 euro, si për pensionistët, me që pensionet i kemi për momentin dopta, krahasim me çmime, me çmime që ka ngritje çdo muaj. Kjo një ndihmë është solide për këtë vit të ri, kinjes familjar, bar një zbutje të harxhimi shabot për vitit. Janë mjaftueshme, vallë janë, po. Mjaft janë, po. Ndërkaq një tjetër qytetar, duke qenë mirënjohës për ndihmën, ka dhe një dëshirë. Po me vjetuj më e mirë, me vjetu edhe me në vonë pra kohë pak, me në vonë me në rritë që do sociale, që do sane, edhe pëse këtë nevoj. Pavarësisht qëndrimeve të ndryshme, qytetarët e përshkruan këtë shtesë si një ndihmë të mirëpritur, veçanërisht për familjet dhe pensionistët që përballen me vështirësi ekonomike. Kujtojmë se në profilin e tij në Facebook, kryeministri Kurti ka shkruar mbrëm se mosvotimi i buxhetit nga opozita na ka vështirësuar punën tejmase, mirë po ne kemi bërë të pamundurën që edhe këtë vit të sigurojmë mbështetjen e fundvitit, e cila do të procedohet para natës së vitit të ri. Dom Fshat nga sonte në mbrëmje hap dyert për klientët e saj. Në një ambient plot me shije e stel i gjendur në qetësinë e natyrës, Dom Fshat këtë fundvit mund të jetë zgjedhja më e mirë për të gjithë ata që duan të shijojnë kafen e biseden në qetësi. Larg zhurmës së qytetit, pran ajrit të pastër e gjelbërimit të pafund, hap dyert sonte Dom Fshat, vendi ku qetësia frymëzon, me një koncept të ri ekskluziv. Në zemër të lagjes unike të qytetit fshatit të Gjelbër, është kërshetuar natyra, bimësia e tradita, duke sjellë në jetë një ambient unik, me stil magjepsës. Inspiruar nga natyra e gjelbërimi, Dom Fshat sjell aromën e munguar të tokës e dheut pranë,
duke u munduar që në çdo kënd të saj të reflektohet tradita e rrënjët e lashta, gjithmonë duke synuar të përqojë ndjesi ngrohtësie të të gjithë ata që vizitojnë ambientet e saj. Me lokacion në fshatin e Gjelbër, Dam Fshat do të kujdeset që të ofrojë tek klientët shijen që vjen nga rrënjët, toka e tradita e trashëguar. Dam Fshat do të hap dyert sonte nga ora 20 për të mirëpritur ata që qetësinë e gjejnë në zemër të natyrës. Sëmundja e Parkinsonit është një sëmundje e cila mund të trajtohet, por ajo nuk shërohet plotësisht, pasi është një sëmundje kronike, neurodegenerative që prek kryesisht sinapsat, fijet nervore dhe muskujt. Kështu është shprehur neurolog Dr. Luana Gafci, derisa foli për moshën që mund t'i prek kjo sëmundje, vuri theksin edhe tek disa faktorë që ndikojnë që sëmundja të paraqitet. Diagnostifiku me Parkinson. Sëmundja e Parkinsonit është një sëmundje kronike neurodegenerative që prej kryesisht sinapsat, fijet nervore dhe muskujt. Doktori Luana Gafci, neurolog, është shprehur se sëmundja e Parkinsonit shkatron qelizat nervore dhe fijet muskulore. Hinë në grupin e sëmundjeve kronike, progresive për fakt të keq dhe neurodegenerative. Nga fakti që është sëmundje neurodegenerative shkatron qelizat nervore, shkatron fijet muskulare, po në këtë rast kryesisht të vlefshme janë qelizat nervore, gjithsesi bashkimin e mes dy qelizave nervore apo sinapsa. Aty ndodh defekti. Në defektet e Parkinsonit mundet me qenë presinaptik, do të thonë para sinapsës dhe postsinaptik. Te Parkinsoni dëmtimi është gjithmonë presinaptik. Për shkak se ndodhen çrregullimi i tillë që mediatori neurotransmetere siç është dopamina është në mungesë në këtë rast. Doktorina Gafci ka bërë të ditur se kur mungon dopamina, dalin në pa lëvizjet e pakontrolluara të muskujve dhe fijeve nervore. Në mungesë të dopamines vijnë në shprehje lëvizje të tilla të pakontrolluara të muskujve të ndryshëm dhe të fijeve nervore si inervues të atyre muskujve dhe pasojnë ndryshime të llojit të tij. Zakonisht janë elementet kardinale të Parkinsonit, që mund të themi që është një për elementeve kardinale është dridhja apo tremori. Neurologu Gafci ka treguar edhe moshën më të prekur nga kjo sëmundje. Mosha më e takune është diku mosha 60 për mi, domethënë 60-70 vjeçar kryesisht. Mirë po, nga edhe përvoja, kom pas raste që kanë qenë dhe ndiku, nga përvoja ime, diku, ma i reu që kom taku është diku 37 vjeqar. Nga përvoja, thuaj se gati 30 vjeqare. Mirë po, literatura fletë ndryshe. Literatura flojnë që ka pas edhe fëmijë me moshën 7 vjeqare që është diagnostifiku me Parkinson, me sëmundje të Parkinsonit. Tutje doktorina Gafci ka thonë se sëmundja e Parkinsonit si e tillë mund të trajtohet, por ajo nuk shërohet plotësisht. Si tillë Parkinsoni mjekohet, po më vjen keq e them, po nuk shërohet plotësisht kur është Parkinson i pastër presinaptik. Domethënë, na mujmë trajtu, mujmë me përmirësu kualitetin e jetës, shqetësimet, po mjekimin e plot për fat keq jo këtu në Gjakov, kur në botë nuk mjekohet si i tillë. Se i përket faktorëve që ndikojnë në këtë sëmundje, doktorina Gafci tha se ndërto janë edhe pesticidet dhe insekticidet që u vendosen ushqimeve të ndryshme që konsumohen nga populli, që kanë ndikon drejt për drejt në shfaqjen e sëmundjes. Tjetri është eksitator. Mësimdhënësi i artit figurativ Robert Nikol Biba i fal punës dhe përkushtimit në mësimdhënie ka filluar ta kthejë shkollën në atelje. Në secilin cep të shkollës janë punuar murale me tematika të ndryshme si një mundësi e mirë për të krijuar një imazh shumë të bukur për shkollën, por edhe për të rritur pasionin e nxënësve për artin. Mësimdhënësi i artit Robert Nikol Biba i punën dhe përkushtimin ndaj nxënësve në shkollën Zeflish Marku e shpreh çdo ditë përmes artit. Çdo mur, korridor dhe cep i shkollës është shndruar në një hapësirë me ngjyra dhe mesazhe, fal muraleve të realizuara nga vetë profesori. Ideja ka lindur bashkërisht me klubin e artistave, klubin e artit. Pasi u rinovu shkolla,
patëm fatin në u rinovu shkolla, e pam që është nevojshme me bëha disa murale, ku bashkë me klubin e artit, i aktivizova edhe pak nxënësat që me zgjedh në ide dhe pas shumë ideve erdhe në përfundim që mi bëha këto murale. Ja kina fillu prej Skënderbeut, kina kalu të disa tema tjera, edhe kështu kina bëj përmbledhje siç edhe pushihen. Motivimi kryesor i profesorit Nikol Bibaj është zbukurimi i institucionit shkollor dhe ndikimi pozitiv të nxënësit, të cilët çdo ditë ballafaqohen me artin si pjesë e jetës së tyre të përditshme. Ai thekson se muralet kanë për qëllim të i motivojnë nxënësit të shprehin talentin dhe imagjinatën e tyre. Motivi na shtyni me bë këta, po ata motivojnë, po motivi më i madh këtë nxënësat, ata kanë shpreh vetë idenë. Fillim, ata në kujdes edhe për mjetet, bashkërisht me arsimtarët, me prindët e tyre, i kina mbledh mjetet për me ble ngjyrat, edhe kjo motivi, pra. Kum pas se të nxënësat kanë shumë motiv, edhe është shumë interesim i madh, edhe kanë ndiku edhe në procesin mësimor, për shembull, te landa ime kanë ndiku shumë aktivitetet që kanë bërë nxënësat. Mes tjerash, Nikol Bibaj tregoi periudhën kohore të këtyre punimeve. Këto kina shku gradualisht, varësisht se në mëzanëm edhe me lanë tjera, po rreth një muj i kina bë këto. Ko pas ko, kuptohet, kur e gjeshim kohën. Me angazhimin e tij, Robert Nikol Bibaj shërben si shembull frymëzues edhe për mësimdhënësit të tjerë, duke dëshmuar se arti në shkollë mund të jetë një mjet i fuqishëm edukimi dhe motivimi. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi, të ndjekim edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Mesha Krishtlindjes mlodhi qindra besimtarë në kishën e Shëmpalit dhe Pjetrit. Një subjekt politik dhe deri në 10 kandidat për deputet mund të votojnë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sonte hap vyer dam fshat, vendi ku qetësia, natyra e tradita bëhen një. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.